A do të votojnë duke për presidentin? Pa marrëveshje politike? Jo, pa marrëveshje politike, jo. Sepse, sigur, parti politike, po edhe si qasje politike, kërkohet një marrëveshje politike për të përkrahur një kandidat të caktuar. Edhe si LDK nuk kemi borxh ndaj asnjë kandidati që mund të jetë për kryetar, ndërkohë që mendojmë që është si post është tepër i rëndësishëm për të krijuar ose për të garantuar një balancë të peshës së qeverisjes në të ardhmen. Po kthehemi te qeveria. Pritet, a keni marrë në ndonjë njoftim email, se po flitet se tashmë është konsultuar mbrana vetëvendosjes deputetëve që javën e parë, muajin tjetër, do të më mbledh kuvendi dhe më votu qeveria. A keni marrë informatë zyrtare? Jo, informatë zyrtare nuk ka marrë dhe as nuk jam e vetëdijshme që ka marrë dikush, po njëherë duhet me ndodhë certifikimi i zgjedhjeve, e pastaj shpresoj shumë që institucionet të etablohen sa më shpejt që është e mundur, ka shumë sfida, Kosova ka shumë sfida, mos harroni jemi në një situatë tepër delikate edhe zhvillimit ekonomik, një braktisje masive të Kosovës edhe nga të rinjt. Kemi rritje të numrit të kredive që tregon që kriza ekonomike po thellohet dhe qytetarët tonë janë të u përpëlit për mbijetesë, edhe kjo situatë kërkon një etablim të institucioneve dhe një qeverisje sa më shpejt që është e mundshme. Pyetja shtrohet, pyet pa ato që kemi pa para 16 dite, edhe pse kishte 40%. A besoni se me pas 1% zoti kurti do ta bëjë institucionet apo kemi pas prapë situata të caktuara? I takon atij. Flas si veprim politik. E di si takon atina, po të vetë se dikush që kishte mbrana 16 ditë mbrana kritizoi bllokadën që ka ndodhur. Edhe njeni tashmë veprimin politik të zotit Kurti. A besoni se me pas 1% do ta bëjë qeverinë zoti Kurti apo kemi pas prapë situata të caktuara? Jo, nuk e di edhe nuk kam dëshirë që ta paragjykoj. Ka qenë shumë e vështirë në anë shkurt edhe shpresoj shumë që kanë reflektuar në kuptimin e seriozitetit se sa serioz është me pas peshën si i pari i zgjedhjeve për ti formuar institucionet edhe për të qeverisur një mend me shtetin. Ajo kërkon edhe marrëveshje politike, kërkon edhe adresim të çështjeve, kërkon një program të qartë qeverisës ku ti i premton qytetarëve dhe del me program të saktë se çka do të arrish në 4 vitet e ardhshme. Edhe kjo tregon seriozitet. Nëse është serioz, ka parti politike të cilat mund të negociojë, mund të formojë shumicën edhe mund të qeverisë në vitet e ardhshme. Mos të harrojmë që ka edhe sfida të tjera të themelimit të institucioneve të tjera. Vjen edhe presidenti në këtë mes, edhe pastaj komplikohet pak më shumë. A do të votoni për presidentin? S'po thonë presidentën, s'po du... Jo, s'po me thonë presidentën, edhe pse... Ani, vim të kjo pyetje, mirë shumë që edhe shlagvordi. A do të votoni duke për presidentin? Pa marrëveshje politike? Jo, pa marrëveshje politike, jo. Sepse, sigur, parti politike, po edhe si qasje politike, kërkohet një marrëveshje politike për të përkrahur një kandidat të caktuar. Edhe si LDK nuk kemi borxh ndaj asnjë kandidati që mund të jetë për kryetar, ndërkohë që mendojmë që është si post është tepër i rëndësishëm për të krijuar ose për të garantuar një balancë të peshës së qeverisjes në të ardhmen. A e meriton Vjosa Osmani me si president të Republikës së Kosovës? Është relative me thonë a e meriton. Ne kemi parë gjatë viteve të kaluara shumë herë veprime të cilat nuk kanë qenë në ballë të detyrës, nuk kanë qenë të kënaqshme ose nuk kemi arrit me pa që ka pas një pavarësi në kuptimin e institucional. Shpeshherë kemi po anësime se shpeshherë na u ka dukur që ja kanë mbajtur anë partisë e cila qeverisë. Normalisht që këto nuk janë veprime të cilat as na kanë pëlqyer neve dhe as nuk është mirë për shtetin tonë. Ka mundur që të ketë një rol shumë proaktiv edhe në raporte ndërkombëtare, edhe sigurim të politikave më cilësore dhe sa i përket përfaqësimit tonë, po këto janë relative në këtë moment, i bie që partia jonë... Fol argumente e jonë, fol argumente. Mbas në argumenteve, a e meriton Vjosa Osmani? E përmene këto, e përmene këto, e përmene ato, e përmene gjithë ato për cilën 80% tyne se cili prej nesh është i pajtimit se kemi pa presidentin. Andaj për ta shtryp pyetjen konkrete, së më vynë për titull, tash këto njerëz nuk kanë kohë me konkret atë pjesën. A e meriton Vjosa Osmani me si presidente?
si parti politike, duhet me trajtu dhe me marrë një vendim politik në bazë të marrëveshjes politike që ne mund të arrijmë potencialisht me ndonjë parti politike. Sa është të ndershme tash, bazë marrëveshje, nëse ka marrëveshje e bën, nëse s'ka marrëveshje s'bën. Jo.